Përshëndetje, ka një ide që na ndjek gjithë jetën dhe kur nuk e pranojmë, do të vdesim. Truri ynë e di këtë fakt. Ndryshe nga kafshët, ne e kuptojmë qartë se jeta ka fund. Dhe kjo vetdije nuk është thjesht një mendim filozofik. Është një burim i përhershëm i ankthit ekzistencial. Terror Management Theory, që shpesh e shkruaj me 3 gërma, TMT, lind pikërisht për të shpjeguar këtë paradoks. Si arrin njeriu të jetojë normalisht kur e di se është një organizëm i përkohshëm që do zhduket. Çfarë është Terror Management Theory? Ose TMT-ja? TMT-ja është një teori psikologjike e zhvilluar rreth viteve 80 nga 3 psikologë të famshëm, të frymëzuar nga antropologu Ernest Becker. Thelbi është brutal dhe i thjeshtë. Shumë nga mendimet, besimet dhe sjelljet tona ekzistojnë për të menaxhuar frikën e vdekjes. Kjo frikë quhet terror ekzistencial. Jo frika e vdekjes si event, por frika e mosqenies, e zhdukjes, e humbjes së kuptimit. Problemi ekzistencial i njeriut. Njeriu ka 2 karakteristika kontradiktore. Instinkti biologjik për të mbijetuar, ashtu si çdo kafshë. Vetëdije se një ditë do të vdes dhe gjithçka që ndërton është e përkohshme. Ky konflikt krijon një tension psikologjik masiv. Nëse do e mbani vazhdimisht të mendje, do paralizoheshim nga ankthi. Prandaj mendja krijon sisteme mbrojtëse simbolike. 3 shtyllat e Terror Management Theory janë: e para, botë kuptimi kulturor. Çdo kulturë ndërton narrativa që japin jetës kuptim dhe vlerë. Feja, kombi, morali, ideologjia, tradita, shkenca, të gjitha janë struktura që thonë jeta jote ka kuptim dhe nuk është thjesht një aksident biologjik. Feja ofron pavdekësi shpirtërore. Nacionalizmi ofron pavdekësi kolektive, se do vdesësh për atë. Shkenca ofron pavdekësi simbolike. Emri im do mbetet në histori. Këto janë antidota kundër nihilizmit. E dyta, vetvlerësimi. Në TMT, vetvlerësimi nuk është vetëm mirëqenie psikologjike. Është mburojë kundër vdekjes. Nëse ndihem i rëndësishëm, i suksesshëm, i dashur, i respektuar, ekzistenca ime ka peshë, nuk jam thjesht pluhur kozmik. Kjo shpjegon obsesionin modern me suksesin, famën, performancën, trupin, statusin social. Pavdekësia simbolike. Njeriu kërkon mënyra për të jetuar përtej trupit biologjik. Fëmijët, veprat artistike, librat, karriera, ndikimi social, pasuria, reputacioni, të gjitha janë forma të trashëgimisë simbolike. Çfarë ndodh kur na kujtohet vdekja? Psikologët përdorin termin aktivizimi i vetdijes për vdekjen. Kur njerëzve u kujtohet vdekja, në eksperimente ndodhin gjëra interesante. Bëhen më fetar, mbrojnë më fort kulturën e tyre, tregojnë më shumë armiqësi ndaj grupeve të tjera, rritet nacionalizmi dhe konservatorizmi, rritet dëshira për famë dhe status. Me fjalë të thjeshta, kur na kujtohet se do vdesim, bëhemi më tribal dhe më egoist. TMT-ja si agresioni social. Një nga zbulimet më të forta të teorisë TMT-s është kjo: shumë konflikte kulturore, fetare dhe politike janë luftra kundër frikës së vdekjes. Kur dikush kërcënon botkuptimin tënd, fen, kombin, moralin, ai po kërcënon mbrojtjen tënde kundër terrorit ekzistencial. Prandaj reagimi është emocional dhe jo racional. Fundamentalizmi, radikalizmi dhe fanatizmi janë mekanizma psikologjikisht mbrojtës, jo thjesht ideologji. Teoria e TMT-s dhe konsumizmi modern. Në shoqëritë moderne, feja dhe komuniteti janë dobësuar. Mburoja ekzistenciale
është zhvendosur tek suksesi financiar, te fama, te marka personale, trupi perfekt, rrjetet sociale. Konsumizmi është një formë e pavdekësisë simbolike. Unë jam ai apo ajo që blej, jam ai apo ajo që shfaq. Influencer është prift modern. Brendi është totem. Instagrami është tempulli i vetëvlerësimit. Teoria e TMT-s dhe psikologjia klinike. Nga perspektiva klinike, teoria e TMT-s ofron një lente brutalisht të ndershme. Narcizmi është një strategji për të luftuar ndjenjen e përkohshmërisë. Unë jam i veçantë, prandaj nuk jam thjesht një qenie që do të zhduket. Ankth ekzistencial, shumë ankth, nuk është thjesht reakcion kimik. Është ankth ndaj paqëndrueshmërisë së kuptimit dhe vdekjes. Depresioni shpesh shoqërohet me dhimbje të strukturave simbolike, kur feja, suksesi, marrëdhëniet dhe identiteti nuk e mbajnë më kuptimin. Trauma është përplasje e drejt për drejt me mortalitetin. Ajo çmonton iluzionin e kontrollit dhe pavdekësisë psikologjike. Teoria e TMT-s dhe Heidegger. Filozofikisht, teoria e TMT-s është version eksperimental i asaj që Heidegger quante qenia drejt vdekjes. Heidegger thoshte, vedia e vdekjes është themeli i autenticitetit. Teoria e TMT-s thot, vetëdia e vdekjes është burimi i iluzioneve tona kulturore. Njëri është ekzistencial, tjetri është eksperimentalist. Të dy flasin për të njëjtin terror. A është teoria TMT cinike? Po. Në pikërisht kjo e bën të fuqishme. Teoria e TMT-s sugjeron se morali nuk është gjithmonë altruizëm. Heroizmi shpesh është strategji pavdekësie. Kultura është një anestetik ekzistencial. Kjo nuk do të thotë se këto gjëra janë të rreme. Do të thotë se janë dhe mburoja psikologjike. Klinika ndaj teorisë TMT-s. Teoria e TMT-s është e fuqishme, por jo pa probleme. Reduksionalizmi redukton shumë motive njerëzore vetëm te frika e vdekjes. Neglizhimi i kuptimit autentik. Jo çdo vlerë është thjesht mbrojtje kundër vdekjes. Kultura perëndimore e fokusuar. Shumë studime janë bërë në perëndim për këtë. Filozofët ekzistencial thonë, njeriu nuk jeton vetëm për të mohuar vdekjen, por dhe për të krijuar kuptim. Teoria e TMT-s dhe shoqëria shqiptare. Në kontekstin shqiptar, teoria e TMT-s shfaqet qartë te nacionalizmi emocional, fetarizmi identitar, obsesioni me reputacionin, çfarë do thonë njerëzit, investimi madh tek fëmijët si trashëgimtar simbolik, kultivimi i figurës së fortë mashkullore. Shumë prej këtyre janë mekanizma pavdekësie simbolike në një shoqëri me pasiguri strukturore. Çfarë do të thotë kjo për individin? Teoria e TMT-s nuk është teori pesimiste. Është teori që demaskon iluzionet, por dhe që na jep mundësi për autenticitet. Nëse pranon se shumë gjëra që bën janë për të menaxhuar frikën e vdekjes, mund të pyesësh, çfarë do bëja nëse nuk do kisha nevojë të mbrohesha nga kjo frikë? Kjo pyetje është thelbi i terapive ekzistenciale. Për te i menaxhimit të terrorit, autenticiteti. Teoria e TMT-s flet për mbrojtje. Heidegger, Jalomin dhe Frenkel flasin për jetesë autentike përballë vdekjes. E dallimi është ky: menaxhimi i terrorit, iluzione, identitete, role. Autenticitet është pranimi përkohshmërisë dhe krijimi i kuptimit personal. Dhe si përfundim brutal do të thosha se Terror Management Theory
Pra teoria e TMT-s, thot diçka që kultura nuk e thot hapur. Njeriu është një qenie që ndërton perëndi, kombe, karriera dhe ego për të mos u përballur me faktin se është i përkohshëm. Kjo nuk e bën jetën të pakuptimt, e bën jetën thellësisht njerëzore, sepse pikërisht nga frika e zhdukjes lind arti, dashuria, shkenca, morali, heroizmi dhe absurditeti ynë i bukur. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Kjo është një video pak e gjatë, për disa do duket e pakuptimt, por për disa është shumë e kuptimt dhe do të gjejnë veten e tyre. Kush të dojë mund të bëj komentet e tij. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që jetë her pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.